Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, përshëndetje të nderuar miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush edhe për të komentuar së bashku Big Brother VIP Albania, që në fakt na ndajnë edhe 6 ditë nga ky reality show i shumë pritur. Me datën 20 është konfirmuar që Big Brother apo shtëpia e madhe e shqiptarëve do të hap zyrtarisht dyert e një nate që do të zgjat për muaj të tërë. Në një shtëpi që thuhet se është shumë ngjyrshe, në një shtëpi që është me shumë emocione dhe që banorët të cilët realisht do të kenë fatin që këtë vit të bëhen pjesë e këtij kasti, jam i bindur që do të bëjnë xhelos banorët që kanë qenë të kasteve të tjera, sepse investimi që është bërë këtë vit dhe përkushtimi që i është dhënë nga ana e producentes, në këtë rast Sara Hoxhës, dhe nga ana e Ledionit dhe të gjithë stafit aq të madh që në fakt janë të padukshëm për syrin ton, është përgatitur një super spektakël dhe një super shtëpi që në fakt datën 20 do të na fasionoj të gjithëve. Pas meje do të shfaqet një fotografi që ju në fakt do ta shikoni, ku në këtë fotografi është Sara Hoxha. Sara Hoxha ka ndarë këtë moment kaq të bukur nga një cep i shtëpisë së Big Brotherit me publikun shqiptar për t'i treguar që ne jemi drejt fundit. Ju vërtet e prisni me shumë entuziazëm, por ne akoma po punojmë. Por çfarë më ka rënë në sy? Ajo që në fakt më ka rënë në sy është se nga të gjitha fotografitë që janë shumë të pakta që Ledioni, Sara kanë nxjerrë nga brenda shtëpisë së Big Brotherit, ajo që është më shumë e dukshme është ngjyra që është përdorur, do me thënë është e kaltërta dhe e gjelbërta, po sidomos e kaltërta është më në fokus këtë vit. Sara duket në foto që është shumë e lumtur dhe ne kur mund të jemi të lumtur? Ne jemi të lumtur në momentin që ne arrim atë gjën të cilën ne kemi patur në mendje dhe kemi dashur që ta realizojmë dhe ajo ka dalur pikërisht ashtu siç ne kemi dashur. Dhe nga kjo që ne po shohim në këtë fotografi, Sara ka realizuar gjithçka të bukur dhe po sjellën një Big Brother të veçantë. Tani ajo nuk është se ka treguar se cila dhomë është kjo, por nga pamja që po shoh, domethënë me ca rafte atje të zeza lart, domethënë i bie që të jetë ndonjë dhomë make-up room-i apo ndonjë lavanderi në të cilën është ulur Sara, domethënë nuk është dhoma e ndenjës, por unë me sa di, domethënë divanet apo kolltuqet ku do të ulen banorët këtë vit janë në formë rrethore, nuk janë në formë siç kanë qenë domethënë katror vitin e kaluar, me patjetër që do të ketë një mes që do të ndanë të dy polet të shtëpisë apo divanet e famshme që u komentuan vitin e kaluar që kanë qenë divani i kaltërt dhe i kuq. Besoj që këtë vit do të jenë divanet me shumë ngjyra, sepse këtë vit Big Brotheri është shumë ngjyrësh, por është i fokusuar në ngjyrën e kaltërt, më së shumti ngjyra e shtëpisë. Data 20 është shumë afër, tashmë banorët janë përzgjedhur. Është shumë e vështirë për të kuptuar qoftë edhe një emër të vetëm, por emra të cilat më së shumti në fakt janë komentuar dhe që le të themi kanë qenë zyrtar për të hyrë në këtë Big Brother janë protagonist, artist, por domethënë kemi të bëjmë me njerëz të cilët kanë investuar shumë në muzikë, por nuk ka asnjë gjë serioze, domethënë janë fytyra të ndryshme që në fakt asnjëri nuk lidhet me tjetrin, janë karaktere të ndryshme që asnjëri nuk lidhet me tjetrin, janë karaktere ashtu siç vetë logoja, siç e thash, është shumë ngjyrshe. Domethënë kemi të bëjmë me një Big Brother shumë dinamik, kemi të bëjmë me një spektakël që përflitet që do të jetë një spektakël më dinjitos se spektaklat e tjera, domethënë do të na tërheqë edhe më shumë. Unë nuk është se dyshoj në fakt në përzgjedhjen që kanë bërë psikologët, producentët të këtij formati, por do të shohim se çfarë do të ndodh. Përflitet që për shembull do të jetë Sara Hoxha si protagoniste e këtij edicioni këtë vit, domethënë e cila mbart një histori mbrapa me Ledrin, që ka të tregojë jetën e saj, domethënë personazhe që në fakt janë pak
natyra kontradiktore që nuk është se kanë të bëjnë shumë me rrjetet sociale, për shembull Sara nuk është se ka të bën shumë me rrjetet sociale, nuk është se është shumë aktive me rrjetet sociale, por që në Big Brother edhe ndoshta mund të bëj namin. Do të thënë kemi shumë personazh që do të na afasionojnë dhe do të na bëjnë që ne të ndjekim 24 orë, unë nuk dyshoj në shikueshmërinë që do të marrin, por në fakt mezi pres datë 20 të zbuloj edhe koltukun bosh të opinionistit që në fakt përflitet e Glaceno, që është një personazhe publike që gjithmonë ka ditur të tërheq publikun dhe deklaratat e saj kanë qenë thumbuese, kanë qenë deklarata të frikshme, kanë qenë deklarata që kanë ngritur dinamik, kanë ngritur debate të forta. Domethënë kemi të bëjmë me protagonistë si brenda si jashtë që do të jenë shumë kontradiktor dhe do të krijojnë një shikueshmëri të papar. Do të thënë sadopak Sara Hoxha po na zbulon dita ditës cepat vogël të shtëpisë, nuk do të themi se gjithë shtëpinë, por cepat vogël të shtëpisë, që besoj që do të jetë një shtëpi që lum ato që do ta shijojnë dhe lum ne nëse na ftojnë të ardhmen për të qenë pjesë e Big Brotherit. Por vetëm një gjë dua t'ju them, që Zamir Akita nuk do të jetë, këtë ta keni të bindur sepse Zamirën të shkret domethënë e kanë nxjerrë, kanë futur më 100 herë deri tani dhe nëse do të hyj Zamira këtë vit, unë më besoni që do të marr një tort këtu edhe do ta pres tortën dhe do ta fryj qirinin që shiqyr më pas gjithë atyre Big Brotherave, Zamira do të jetë pjesë e këtij spektaklit. Uroj me zemër sepse edhe emri i saj përflitet, uroj me zemër që këtë vit Zamira do të hyjë se ajo shkreta ka boj hyn e dil çdo vit dhe është komentuar non stop për të qenë pjesë e këtij spektaklit.